Zyra sot ka 2 rekomandime për pezullimin e 2 subjekteve politike të regjistruara. Bëhet fjalë për Partinë Republikane për Ndryshime dhe për Partinë Politike Shpresa Demokrate. Ka qenë obliguar të dorëzoj raportin vjetor financiar me 1 mars të vitit 2025. Zyra ka shqiptu gjobë ndaj këtij subjekti politik. Kush është për miratimin e rekomandimit? Zyra sot ka 2 rekomandime për pezullimin e 2 subjekteve politike të regjistruara. Bëhet fjalë për Partinë Republikane për Ndryshime dhe për Partinë Politike Shpresa Demokrate. Sipas paragrafit 1 të nenit 15 të ligjit për financimin e subjekteve politike, subjektet e regjistruara politike obligohen që deri me 1 mars të çdo viti kalendarik të dorëzojnë në KQZ raportin vjetor financiar. Partia politike, Partia Republikane për Ndryshime, me akronimin PRN, ka qenë obliguar të dorëzoj raportin vjetor financiar me 1 mars të vitit 2025 për pasyrat financiare që përfshin periudhën në janar 2024 të 31 dhjetor 2024. Duke qenë se ky subjekt politik nuk i është përmbajtur afatit të përcaktuar me ligje për financimin e subjekteve politike, Zyra ka shqiptu gjobë ndaj këtij subjekti politik, ku e ka obligu që brenda periudhës prej 15 ditësh ta sjellë në Zyrë raportin vjetor financiar. Me qenë se subjekti politik Partia Republikane për Ndryshime këtë raport nuk e ka dërguar brenda afatit të përcaktuar në vendimin për shqiptimin e gjobës, Zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të pezulloj subjektin politik Partia Republikane për Ndryshime sipas paragrafit 17 të nenit 15 të rregullorës numër 6/2024 për menaxhimin dhe mbikëqyrjen financiare të subjekteve politike, ta obligoj Partinë Politike të regjistruar që në afat shtesë prej 15 ditësh të dorëzoj raportin vjetor financiar për vitin 2024. Në rast se nuk i përmbahet këtij afati të dhënë shtesë, atëherë Zyra do t'i rekomandoj KQZ-s që regjistrimin e subjektit politik. Të njëjtin rast e kemi edhe të subjektit tjetër politik i regjistruar po ashtu, i cili është regjistruar nga KQZ-ja me 6 tetor 2023, bëhet fjalë për subjektin politik Shpresa Demokrate. Kush është për miratimin e rekomandimit? Atëherë kundër abstenim nuk ka, 10 vota për, miratohet rekomandimi, ashtu që Partia Republikane për Ndryshime pezullohet. Kush është për? Atëherë 10 vota për, kundër dhe abstenim nuk ka, miratohet rekomandimi i Zyrës, ashtu që Partia Politike Shpresa Demokrate pezullohet dhe njëjta obligohet që në afat prej 15 ditësh të dorëzoj raportin vjetor financiar për vitin 2024.